Në gjykatën e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar GJKK është shtyr sërish seanca gjyqësore në ngarkim të kryebashkiakut të Shkodrës Benet Beci, i cili përballet me akuza për shkelje të barazisë në tendera së bashku me 6 pandehur të tjerë. I pranishëm në seancë ishte edhe vetë Beci, i cili u përfaqësua nga avokati i tij, ndërsa në sallë u paraqitën vetëm 2 prej të akuzuarve, të cilët nuk llan pëlqim për praninë e mediave gjatë zhvillimit të procesit. Të tjerët, përfshirë disa nga të pandehurit dhe mbrojtësit e tyre ligjor, në seancë duke bërë që procesi të mos mund të vijojë normalisht. Në këto kushte, prokuroria kërkoi shtyrjen e shqyrtimit gjyqësor, kërkesë e cila u pranua nga trupi gjykues. Gjyqtari i çështjes paralajmëroi palët që në seancën e ardhshme të shmangen mungesat e pajustifikuara, duke theksuar se shtyrjet e përsëritura po pengojnë ecurinë normale të procesit. Dosja ndaj Becit dhe të bashkëpandehurve është kaluar për gjykim në themel rreth 3 muaj më parë. Sipas hetimeve të SPAK, të akuzuarit dyshohet se kanë favorizuar një kompani private në një procedurë prokurorimi me vlerë 69.5 milion lekë të zhvilluar nga kesh në vitin 2019 me objekt zhvillimi strategjik i sektorit energjetik. Seanca e radhës është caktuar të zhvillohet në 2 korrik në orën 15, ndërsa gjykata pritet të vijojë shqyrtimin e çështjes në themel.